Atëherë, sot bashkë me sekretarin organizativ Lëvizje Vendosje, dorëzuam ankesë kundër vendimit të KQZ-s për shpalljen e rrugëve përfundimtare me pretendimet tona lidhur me votimin me postë për shkak manipulimeve dhe keqpërdorimeve të shumta të anëtarëve të LDK-s dhe njerëz të angazhuar LDK-s lidhur me votime me postë, që këto votime kanë pas një adresë të vetme, adresa ka qenë LDK dhe kësaj votimi ka ndodhur në formë të manipuluar, në formë të organizuar, masivisht dhe kolektivisht nga persona të njëjtë, me kimik të njëjtë, me ngjyrë të njëjtë dhe me duar të njëjta. Pra, ka qenë një formë organizuar e njerëzve të caktuar të LDK-s dhe të angazhuar nga LDK, ku kanë votuar masivisht për lidhjen demokratike të Kosovës. Po ashtu që nga faza e regjistrimit, pra të votuesve, ku shumë votues janë regjistruar vetëm me një numër telefoni, po me qindra votues janë regjistruar me një numër telefoni, deri te plotësimi i fletvotimeve, dërgimi e tyre ka qenë komplet manipulim, organizim kriminal i njerëzve të lidhur me LDK-n dhe të angazhuar nga LDK komplet nga struktura e LDK-s. Prandaj, ne si Lëvizje Vendosje sot kemi bërë ankesë që PZOP të eliminoj këtë parregullsi të mëdha që ka ndodhur dhe kësaj të bie pra një vendim të drejtë dhe të lehtëshëm i cili duhet patjetër të konsistoj në rivotim dhe në shprehje të sërishme të vullnetit qytetar. Ne kemi kërku pra nga PZOP fillimisht të anulohen 18.933 vota të LDK-s të kontaminuara, të ardhura pra në formë manipuluar. Në ndë, kemi kërkuar po ashtu rivotim të sërishëm të votimit me postë dhe në tre kemi kërkuar që kandidatë që kanë marrë vot pakrahasimisht më shumë me postë kësa në vendvotime në Kosovë të largohen nga lista dhe të njëjtët të mos zaventsohen me anëtarët e tjerë të LDK-s. Pra, PZOP e ka një mundësi të tillë ligjore dhe në bazën e dëshmive dhe fakteve që tashmë kemi dërguar në PZOP, dëshmohet qartë se manipulimi i tillë ka ndodhur dhe këto tri kërkesa tona duhet të vendosen në vendimin e PZOP-s për shkak komplet pra prova dëshmimit të sakta që kemi bërë. Pra, mund të them se vjedhja e vullnetit qytetarëve sot ka ende. Ajo është LDK. Tash po ja japim fjalën e sekretarit. Faleminderit të gjithëve. Derisa vlerimi veç që ka përmend shumicën e fakteve, unë deshta veç të përmendit 2-3 elemente shtesë, ku manipulimi ja nisit siç me deklaratat e kryetarit të LDK-s, ku tha që në dhjetor të 2025 na kemi 25.000 vota, ndërsa pjesën e ekipit e ka koordinatorin për Mërgat e ka Shkumbin Gashi, i cili ka qenë në proces gjyqësor për në lidhje me manipulimin e votave me postë në procesin e vitit 2021, ku bashkëpunëtorët e tij janë shpallur fajtor. Na kemi shumë fakte, ndërsa është shumë ilustrative veç shifet grafika ku janë, domethënë çysh ka ndodhur manipulimi. Na po shohim votimet e rregullta në Kosovë, po shohim të ngjajshëm raporti edhe me votimet në ambasada, veç t'ju kujtoj që në ambasada votohet njëjsi në Kosovë. Bëhet me votim fizik, identifikim fizik, komisioner janë të partive politike, siç edhe vëzhgues janë të partive politike. Ndërsa te votimi me postë, shifet domethënë disa kandidatë që kanë qenë shumë poshtë në listë, dalin ndër të parë. Hysen Qekaj prej numrit 26 deli pari. Kandidati i dytë më i votuar në Kosovë. Në për LDK-n. Mundeni me marrë këto kopje, t'ju japi kam një 5-6 kopje. Ndërsa pas kërkesës tonë për përfshirjen e votave me probleme teknike, ku ato shifen qartë që flet votimet janë konë të shtypur në kushtet të shtëpisë, krahasim me këto tjera që janë shtyp në mënyrë me inxhinierik, domethënë në mënyrë të fabrikuar, shife qartë një shpërndarje po ashtu krejt normale, ku kandidati Hysen Qekaj edhe këta të tjerë dalin krejt shumë poshtë. Domethënë, i vetmi votim me postë
autentik i LDK-s ka qenë ato që janë rinumëruar për shkak probleme teknike, sepse aty shihet qartazi që votimi është individual. Domethënë, njerëzit kanë votuar me rrethanat e shtëpisë. Është shumë e rëndësishme që PZAP-ja të merr vendimin dhe sipas t'i aprovoj sipas kërkesave të lëvizjes, sepse me këtë e kthen legjimitetin në zgjedhjen e Kosovës, sepse na kemi me këto fakte dhe provat që kemi dëshmuar, na kanë treguar qartazi që këtu kemi pas një vjedhje industriale të votave. Se nuk keni kërku shpesh hetim për këtë rast. Është disa herë keni ngritë si pretendim, por se nuk keni kërku hetim. Na kemi kërkuar prej prokurorisë. Rasti ka qenë veç i paralajmëruar në prokurori, tash presim prej prokurorisë me marr masat. Deri sot na nuk jemi të informuar që prokuroria ose policia ka marrë ndonjë veprim. Sipas informatave që kemi, policia pret prokurorin, ndërsa prokuroria pret policin, këtu që është një çështje të komunikimit aty. Të gjitha këto fakte, domethënë, janë dëshmuar në prokurori. Na kishim prit që prokuroria, sikurse në rastin e aty në manipulime brenda të LDK-s në ushtrit, kishë ndodhë hetimi edhe këtu. Na presim, na kemi edhe fakte tjera, na kemi komplet strukturën e njerëzve që janë të përfshirë, përveç që thash kryetari i pari që ka deklaruar që i pret 25.000 vota, Shkumbin Gashi, i cili ka veç një precedent, janë edhe disa persona të tjerë që na jemi të gatshëm me ofruar edhe komplet strukturës. Që kemi pas në bazë të informatave që kemi marrë nga strukturat tona në Gjermani, po ashtu edhe nga edhe nga do informatave tjera që kemi marrë këtu. E keni fjallën për prokurorinë speciale, apo jo? Prokuroria përgjithëse, tash na nuk e definojnë atë prokurori. Prokuroria përgjithëse. Prokuroria themelore. Prokuroria themelore. Shikoni, gjitha faktet, provat janë pra, është denoncuar rasti edhe në prokurori, po të njëjtën kohë dhe brenda faktit edhe në PZAP. PZAP-ja bën hetime administrative, pra mbi bazën e dëshmimit që kemi provuar, kurse prokuroria bën hetime pra penale për raste që është bërë deri më tani, në kuptimin që kortonat caktuar kanë mbush fletvotime me kemik të njëjtë, njerëz të njëjtë, duar të njëjta, fletvotime është të njëjtë, por edhe njëkohësisht kanë mbush dhe ato njëkohësisht janë dërguar poshtë. Dihet edhe ngjyra dhe zgjarreve të ndryshme që kanë ardhur në Kosovë, pra është njëjta ngjyrë. Është njëjta ngjyrë, njëjta regjistrim, pra gjithçka ka qenë inxhiniering, orkestrim i aktorëve të LDK-s bashkë me njerëz të angazhuar nga LDK për të manipuluar procesin me votë dhe kësaj besojmë që PZAP do të marrë vendim të drejtë të lehtëshëm ku ky padrejti do të qëndrohet në drejtësi dhe komplet do të kthehet pra në votim i sërishëm ku do të shprehet vullneti qytetar dhe i gjithë qytetarëve që jetojnë jashtë Kosovës. Kjo manipulimi ka bërë që në fazën e regjistrimit, nga ka votuar njerëz që nuk kanë ditë që kanë Nga faza e regjistrimit deri te plotësimi të votimeve e deri te dërgimi i tyre në Kosovë ka pas manipulime të orkestruara të paraqitura në ankesën tonë prej 20 faqesh në PZAP, sa janë detajuara dhe ekzistojë pra PZAP e ka shumë lehtë të merr vendim pozitiv lidhur me pruat dhe faktet që kemi paraqitur.